unë e dua. E do, po nuk patjetër sepse është një gjë që jemi duke përbashkë Me një kompani me kapital vetëm 11.000 euro dhe pa eksperiencë në ndërtim, ish banori i Big Brother, Donald Veshaj, arriti të marrë leje për një kull 33 kate në ditok dhe 4 kate nën tokë në qendër të Vlorës. Kërkesa u shqyrtua dhe u miratua nga Këshilli Kombëtar i Territorit brenda vetëm një jave. Pas projektit, dyshohet se qëndroi ndërtuesi Pandeli Carapuli, i njohur si mik i Edi Ramës, dhe deputeti socialist Vullnet Sinaj, pronari i Big Market. Kompania DGC u krijua në shkurt 2024 nga Donald Veshaj dhe Glenis Çobo, secili me nga 50% të aksioneve. Sipas raportimeve, aksionet janë shitur pjesërisht te Anchor Investment, por ndryshimet nuk janë reflektuar në QKB. Dyshimet shtohen nga fakti se kompania nuk ka aktivitet financiar apo bilance tatimore, ndërsa investimi për kullën ka vlera miliona euro. Lidhjet mes palëve përforcojnë dyshimet. Kompania Eurocall e Carapulit rezulton sponsorizuese e aktiviteteve të Donald Veshajt, ndërsa ortaku i tij Glenis Çobo është dhëndri i deputetit Vullnet Sinaj. Gjithashtu, Donald Veshaj deklarohet me pagë mujore 34.000 lek si moderator televiziv dhe nuk figuron me aktivitete të tjera financiare të deklaruara. Edhe burimi i financimit dhe pronësia e truallit mbeten të paqarta.